Gërmimet e reja kanë nxjerrë në dritë një mozaik me rëndësi të veçantë dhe me vlera kulturore, arkeologjike dhe fetare në bazilikën paleokristiane në qendër të Elbasanit. Arkeologu Helio Hopdari thotë se nga ky zbulim është nxjerrë në pas se niveli i lartë kulturor i qytetit ka vazhduar më vonë edhe në shekullin 5 dhe 6. Kemi kuptuar që janë dy faza shumë të rëndësishme të bazilikës, të dyja me nivel të lartë edhe ndërtimi edhe niveli artistik. Niveli i lartë në përgjithësi kulturor dhe ekonomik i qytetit ka vazhduar për një periudhë gjatë mes shekulljve 5 dhe 6. Ka një skenë eukaristie që është zbuluar pjesërisht dhe ka një mbishkrim që është i rëndësishëm sepse janë dy dhurues të kishës, flasim për fazën e parë. Punimi është jashtëzakonisht cilësor, i realizuar nga artizan të famshëm që vepronin përgjatë rrugës Egnatia, e ngjashme me zbulimin në Ohër, sipas arkeologut Erikson Nikolli. Çdo simbol, çdo gjë e vendosur në mozaik ka një kuptim për krishterimin e asaj kohe. Kemi zbuluar një panel ku është vendosur një panel i vogël brenda saj, i rrethuar me gërsheta me gjethe hedera. Gjethet e hederas janë pikërisht ajo bima që ngjitet në mur dhe jeton gjatë që në çdo stin të vitit, që tregon pikërisht që besimi tek njeriu do të jetë ashtu siç ngjitet tek muri, ngjitet edhe besimi tek Zoti. Sigurisht punimi është shumë cilësor, është një punë artizanale ndoshta nga punishtet rajonale. Duhet të theksojmë faktin që këtu jemi në Vijën Egnatia dhe në Vijën Egnatia kishte artizan që udhëtonin në kisha të qytete të ndryshme që të punonin për të ndërtuar dhe për të vendosur mozaike në dysheme. Bazilika paleokristiane e Elbasanit, e shpallur monument kulture i kategorisë së parë, është një dëshmi e gjallë e qytetit antik të Skampisis si qendër administrative dhe fetare në Ballkan, ndërsa tani vizitorët kanë mundësi të mësojnë edhe më shumë për historinë e qytetit pas zbulimit të këtij mozaiku.